Vetëm një pjatë fasule e jep lam të mirë çdo problemi. Ja sekreti si t'i konsumoni. Fasulet janë një burim tejet ushqyes i rëndësishëm me vlera të larta për shëndetin e njeriut, të cilat nuk i merrni mjaftueshëm në dietën tuaj. Ato konsiderohen si një ushqim i shëndetshëm sepse për shkak të proteinave të tyre bëjnë pjesë në kategorinë e grupit ku përfshihet mishi dhe grupet e tjera të bishtajave. Fasulet janë shumë ushqyese për organizmin. Ato janë në të pasur me vitaminën A, vitaminën B, vitaminën C, gjithashtu dhe vitaminën E, ndërsa përmbajnë një sër kriprash minerale si hekuri, kalciumi, fosfori e të tjera. Ato janë të pasura gjithashtu edhe me element mjaft ushqyes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Që të cilët përmbajnë në masën 60% amidon dhe sheqer, ndërsa fasulet e njoma janë të përbëra në masën 90% ujë. Shkencëtarët kanë sjellë disa rezultate të reja mbi efektet e fasuleve në organizëm dhe përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i tyre. Ekspertët thonë se shtimi i fasuleve në dietën tuaj do të zvogëlojë riskun e disa llojeve të komplikacioneve të organizmit duke i lehtësuar ato dhe duke sjellë rezultate të rëndësishme ushqyese. Ngrënia e fasuleve vazhdimisht në dietën tuaj do të ndihmojë në reduktimin e niveleve të kolesterolit në trupin tuaj. Fasulet mund të ndihmojnë në parandalimin e problemeve të anemisë sepse janë të pasura me vitamina dhe minerale veçanërisht me hekur. Të gjitha llojet e fasuleve janë të pasura me fibra, gjë që lehtëson gjithashtu edhe ndjesinë e ngopjes. Gjithashtu për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave, fasulet janë të përshtatshme për funksionet më të mira të zorrës së trashë për të zvogëluar problemet e kapslëkut, hemoroideve, problemeve me tretjen dhe lehtësimin gjithashtu të problemeve të zorrëve. Shkencëtarët kanë sjellë disa rezultate efektive mbi elementët pozitiv që fasulet do t'i japin në shëndetin e njeriut dhe ndikimin e tyre të rëndësishëm në mbrojtjen e organizmit. Studimet e reja kanë treguar se shtimi i fasuleve në dietën tuaj mund të jetë një mënyrë kryesore edhe e dietës së shëndetshme, që mund të zvogëlojë riskun e goditjeve në zemër si dhe disa llojeve të radikaleve të lira, të cilat rekomandohet se mund të mbahen në kontroll me këtë produkt të veçantë. Rekomandohet që brenda një jave të konsumoni të paktën 3 gota fasule, pasi që fasulet janë të pasura me vlera të mëdha që rrisin energjinë e trupit, ato përmbajnë pothuajse të gjitha aminoacidet e nevojshme ditore për një organizëm të shëndetshëm dhe më të mbrojtur. Fasulet gjithashtu përmbajnë më pak yndyrë, por janë një burim i pasur i acidit folik, vitaminës B6, gjithashtu vitaminës K, riboflavin, vitaminës B3 dhe një racion me fasule do të sigurojë 20% të fibrave të nevojshme të bazës tuaj ditore. Sipas studimeve, është e preferuar që të paktën 2 ose 3 herë në javë të konsumoni fasule, në mënyrë që të mos keni zhvillime të problemeve të radikaleve të lira, kryesisht atyre të gjirit, të zemrës dhe problemeve të diabetit. Dhe shtimi i fasuleve në dietën tuaj mund të luajë një rol parësor në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu në rritjen e rezistencës së organizmit. Shkencëtarët, ulëntimi i të cilëve është publikuar në revistën Journal Food Science, theksojnë se fasulet janë një zëvendësim shumë i mirë i mishit dhe kuq, sepse janë burime shumë të shkëlqyera të proteinës të cilat e nxisin edhe ndjenjën tuaj të ngopjes. Në ulëntim kanë marrë pjesë rreth 28 persona. Pjesëmarrësit janë ndarë në 2 grupe kryesore. Një grup për darkë ka ngrënë mish të kuq, ndërsa grupi tjetër për darkë ka konsumuar fasule. Të dyja racionet janë të pasura gjithashtu me të njëjtat kalori dhe me të njëjtat yndyrna. Mirëpo, dreka me mish të kuq përmban 26 gram protein dhe 3 gram fiber, ndërsa dreka me fasule do të ofrojë 17 gram protein, mirëpo do të ofrojë gjithashtu edhe 12 gram fiber. Pjesëmarrësit, pas ngrënies së tyre, plotësuan edhe pyetësorit treguan se kur ata ishin ndjerë të ngopur pas konsumit të fasuleve. Siç e kemi thënë, pjesëmarrësit u ndanën në 2 grupe.
Një soi ka në ngrënë që ta arrihet në përfundimin se fasulet njësoj ngopjen si mishi i kuq, ndërkaq që organizmi juaj do të sigurojë një sasi të kënaqshme të niveleve të mira të proteinës në mbrojtjen e tij. Proteinat janë shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore, gjithashtu edhe për ta mbajtur trupin më të ngopur. Ato janë të mira për shëndetin e muskujve dhe të kockave. Ato marrin pjesë gjithashtu edhe në forcimin e sistemit imunitar dhe ndihmojnë gjithashtu edhe kundër lodhjeve dhe problemeve të ngjashme. Me ndërprerjen e konsumit të mishit të kuq, trupi nuk do të ketë asnjë dëm nëse kombinoni fasulet në dietën tuaj të rregullt, të cilat do t'i japin rezultate mjaft të mira të proteinave cilësore, shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Ullumtimet e deri tanishme kanë treguar se 3 porcione me fasule në javë mund të ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit tuaj kundër sëmundjeve kronike siç janë për shembull obeziteti dhe lloje të ndryshme të radikaleve të lira si dhe problemet e shëndetit të zemrës. Ndajshtimi i fasuleve në dietën tuaj do të luajë një rol parësor ushqyes në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që fasulet i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja në mënyrë që të jenë një zgjedhje shumë e mirë në dobi të organizmit. Megjithatë, fasulet nuk përmbajnë thartira esenciale yndyrore. Për shkak është e rëndësishme që përpara ndërprerjes së konsumit të mishit, të këshilloheni me mjekun ose nutricionistin tuaj për të zëvendësuar këtë ushqim me bazë të gjerë edhe me produktin ideal për organizmin tuaj. Ekspertët thonë se fasulet kanë vlera të larta ushqyese dhe një i rritur mund t'i konsumojë ato vazhdimisht në dietën e tij të përgjithshme ushqyese. Fasulet janë ndër ushqimet më të dobishme dhe janë një burim shumë i mirë i proteinave, si dhe një ushqim që i takon kuzhinës tradicionale. Fasulja është një bimë njëvjeçare nga familja e bishtajave e cila posedon shumë ushqyes, prandaj edhe duhet të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja. Nutricionistët theksojnë se fasulet janë një ushqim kalorik dhe se për 100 gram fasule të gatuara mund të merrni deri në 310 kalori. Ajo është një burim i vërtet i menjerave ushqyese biologjike, prandaj mesatarisht 100 gram fasule do të ofrojnë 52 gram karbohidrate, 26 gram protein, 2 gram yndyr, 4 gram fiber, gjithashtu vitamina esenciale, fosfor, kalcium, kalium, magnez dhe hekur, shumë të rëndësishme të gjitha këto minerale për aktivitetet tuaja ditore. Fasulet përmbajnë shumë proteinë se sa të gjitha llojet e bimëve të tjera. Veçanërisht, një filxhan me fasule do të ofrojë 1/4 e proteinës për të cilën ka nevojë shumë trupi juaj çdo ditë. Fasulet përmbajnë gjithashtu kalium, shumë i shëndetshëm për zemrën, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të merrni përfitimet e fasuleve në dietën tuaj, sigurohuni të keni pjesë të regjimit tuaj të kujdesshëm ushqimor. Fasulet ndihmojnë në shëndetin e zemrës, sidomos edhe të të rriturit. Ushqimet me një dietë të lartë me fasule mund të jenë në gjendje të ndihmojnë në uljen e gjasave për probleme të radikaleve të lira. Fasulet kanë një përqendrim të lartë të elementëve ushqyes që i mbrojnë kundër këtyre komplikacioneve duke përfshirë fitosterolet dhe izoflavonet. Fasulet ndihmojnë gjithashtu në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Vetëm një shërbes e vogël me fasule kryen një punë të madhe sa u përket fibrave. Fibra është një element i rëndësishëm në humbjen e peshës pasi që zgjon procesin e tretjes. Kjo ndihmon edhe për personat që ndihen më plot për një periudhë më të gjatë kohore. Fibrat e fasules shkaktojnë që sheqeri në gjak të rritet më ngadalë duke ndihmuar që të largohet mbretja nga uria për një periudhë më të gjatë kohore, ndërsa siguron edhe më shumë energji për trupin dhe organizmin tuaj. Përveç kësaj, të qenit një burim i madh i proteinave, fasulet janë të njohura edhe për përmbajtjen e lartë të një tjetër vetije që ndihmon në shëndetin e mirë, siç janë fibrat. Shumica e njerëzve nuk marrin fibra të mjaftueshme në dietën e tyre për të siguruar një shëndet të mirë të zorës. Një dietë e lartë me fasule ndihmon për ta korrigjuar atë dhe përveç kësaj fasulet janë vendimtare për kontrollin e niveleve të kolesterolit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.